Assalamu alaikum, Pakja dhe bekimet e Allahut qofte mbi ju, vëllezër dhe motrat e dashur. A keni menduar ndonjëherë për atë që recitoni në çdo lutje tuajën? Këto ajete që shpesh goxhet tona I shkiptojnë pa menduar për mbajtjen e fukit të jashtëzakonshme që mund të transformojë jetën tonë. Sot, le të hiqme bashkë në thelbët të Kuranit, surën Al-Fatiha. Merrni një moment për t'u lidhur. Mbilni site. Imagjinoni çdo fjalë të kësaj sureje si një celes që hap dyert e mëshirës hijnore. Kjo sure nuk është vetëm një ritual, por një bisede intime mes tejet e krijuesit tënd. Nëse ki video ju flet, mos harroni të abonoheni dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve. Mbështetja juaj në lejon të vazhdojmë të ndajmë këta thesare shpirtërore. Këndroni me mua deri në fund për të zbuluar si Al-Fatiha mund të bëhet strehimi juaj në momentet me të vështira. Profeti Muhammed, Pakja dhe bekimi qofte mbajtë na ka mësuar që çdo lutje pa Al-Fatiha është e paplote. Pse kjo surë është kaq e rëndësishme. Al-Fatiha është si një hartë universale për të naviguar në pers provat e jetës. Asho përmban lavderimin, njohjen e sovranitetit hijnor. Lutjen dhe kërkesen për udhëzim në vetëm 7 ajete. A e dini që kur recitoni këtë sure, Allahu ju përgjigjet çdo ajeti. Në një hadith kudsi, profeti transmeton se Allahu thote: E kam ndare lutjen mes meje dhe roberi se tajmen e dipgjesi, dhe robi im du të marre atë që kërkon. Imagjinoni. Që thoni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdim për Allahun, Zotin e boteve, dhe Allahu përgjigjet. Robi im me lavderoj. Kjo lidhje direkte është e arritshme 5 herë në ditë. Minimumi. Çfarë bekimi I jashtëzakonshëm? Ajeti I pare. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sureja fillon me mirënjohje. Në një botë ku jemi të kushtëzuar të dëshirojmë gjithmonë më shumë. Kia jet na kthen në thelb. Të njohim atë që kemi marrë tashme. Allahu thotë në Kur'an: Nëse do të numeroni të mirat e Allahut, nuk do t'i adilni ti numeroni ato. Sura Ibrahim, oret 4:34. Shkenka moderne e konfirmon se mirënjohja redukton ankthin, permireson gjumin dhe forkon sistemin tonë imunitar. Ajo që feja jone na e meson prej 4 mbet jetë shekush, shkenka e zbulojnë sot. Provoni këtë. Filoni që do t'i te me Alhamdulillah. Të shkruani 3 gjëra për të cilat jeni mirënjohës. Vinire se si do të ndryshoje perspektiva juajt në vetëm njëjave. Ajetet e dita dhe të treta. Ar-Rahmanir-Rahim. I gjithëmëshirshmi, mëshiruesi I madh. Këto cilësi nuk janë thjesht të përsëritura. Ar-Rahman I referohet mëshirës që mbullon të gjithë krijimin, ndërsa Ar-Rahim është mëshira e veçantë e dhenë besimtarëve. Allahu na thotë: Mëshira ime mbullon çdo gjë. Sura Al-A'raf, sidëm 76. Kjo mëshira është me e gjere se gjithësia e tëre. A keni engjere ndonjëherë se gabimet tuaja ishin shumë të mëdha për t'u falur. Në surën Az-Zumar, 83, 53. Allahu na siguron. Tuaj, o roberit e mike keni bere të primendaj vetes suaj, mos humni shpresen në mëshirën e Allahut. Allahu faltak gjitha mëkatet. Çdo herë që recitoni këta ajete, kujtoni. Dera e pendimit mbetet e hapur sa kohë që frymojmë. Kjo është një ftesë e vazhdueshme për t'u kthyer tek Allahu. Ajeti I 4. Maliki Yawmiddin. Përkrahesi I ditës së dënimit. Ki ajet e balankuar perfekt me ato teme parshmet. Pasi na kushton mëshirën e Tij. Allahu na kushton drejtësinë e Tij. Ki ajet është një kushtëse e fuqishme. Kjo gjete është e përkohshme. Këdo veprim yne edhe me I vogli do të matet. Siç thotë Allahu, kushdo që bën një të mire edhe sikur të jetë pesha e një etomi du të shohe. Te kushdo që bën një të keke edhe sikur të jetë pesha e një atomi du të shohe. Sura Az-Zalzala, 9:7 dhe 7:8. Imagjinoni ko çdo zgjedhje që e bëni sot do të shfaket në një ekran në ditën e gjykimit.
si do të ndryshonte kjo perspektive vendimet tuaja. Ki agjet nafton të jetojme me vete digje dhe pergjegjesi. Agjeti I peste. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Te vetem ti adhurojme. Dhe ti vetem kërkojme ndihme. Ki agjet eshta zemra e kesaj surigje. Vinire ndryshimin. Agjetet e me parshme flisnin per Allahun në personin e trete. Tani ne I drejtohemi direkt atëj. Ti. Ki agjet përmban diparimet themelore të besimit tone. Adhurimi ekskluziv I Allahut njohja e varferise sone totale ndaj tej Imami Ibn al-Qayyim thoshte se ki agjet eshte sekreti I lumturisë njerëzore. Pse? Sepse ai çliron zemrën tone nga roberia ndaj krijesave. Kur recitoni Iyaka na'budu, te vetem ti adhurojme. Po deklaroni se asgjë dhe askush nuk meriton dorëzimin tuaj te plote përveç Allahut. Kjo deklarate është çliruese. Ne një bote ke na kërkon vazhdimisht te nënshtrohemi ndaj standardeve të asaj ndryshojne. Ka arkesa themelore agjeti I gjashta, ihdina siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejta, nga të gjitha gjërat ke mund ta kërkojme, sura në meson të gjapim për paresi udhëzimit. Vini reke nuk kërkojme pasuri, shëndet ose sukses, por udhëzim. Sepse me udhëzimin hujnor, gjithçka tjetër merr vendin e duhur. Kjo kërkesë njeh do besin e tone. Në një bote të mbushur me informacione të kundërta të tundimit të vazhdueshme, kemi nevojë për një busul hujnore. Profeti Pakja dhe bekimi kofte mbi te. Na ka lënë di burime të papërsëritshme udhëzimi. Kuranin dhe sunen e tij. Por ne kemi nevojë për dritën hajnore për t'i kuptuar dhe zbatuar ato siç duhet. Pjetni veten, nëse mund të merrnit vetëm një gjë nga Allahu sot, çfarë do ta ishte? Sura Al-Fatiha na mëson se udhëzimi duhet të jetë përparësia gjone krijesore. Agjeti I 7. Siratal ladhina an'amta alejhim, ghayril maghdubi alejhim waladdallin, rruga e atyre I kanë nderuar me mirësitë e tua. Gjo e atyre kanë fituar zemërimin tënd, as I të humburve. Ki agjet është fascinues. Pasi kërkuam rrugan I drejta, I specifikojme atë duke ju referuar tre kategorive të njerëzve. Ata që janë nderuar me mirësitë hijnore. Profetet, të vërtetet, dëshmoret dhe të devotshmit. Ata që kanë fituar zemërimin hijnor. Ata që e dinë të vërtetën por, I refuzojnë kelimisht ata të humbur. Ata që shkelin për shkak të parjes ose negligjencës profeti. Pakja dhe bekimi kofte mbi të. Na ka mësuar. Njeriu ndjek fene e mikut të atij. Prandaj, kujdesuni se ke merrni për mik. Ki agjet na kushton rendesine e modeleve dhe ndikimeve tona. Ke admironi. Ke ndikni në rrjetet sociale. Cilat zera dëgjoni që do dite. Sura Al-Fatiha, me gjithese e shkurter, përmban thelbin I tere Kuranit. Ajo është një bisede e shenjte, që ilaç shpirtëror të një udhëzuesi për ditëshëm. Juftoj të recitoni tashme me një vete digje të rinovuar. Ngjeni çdo fjale sikur të zbulonit për herë të pare. Lereni të transformoni perceptimin tuaj, të pastroje zemrën tuaj dhe të ndritsoje rrugën tuaj. O Allah, Zoti I botëve, ti I gjithëme shirshmi, udhëzo zemrat tona në rrugën e drejta. Në bëj nga ata që I kanë nderuar me mirësitë e tua, dhe në mbro nga humbaja. Ndritso jetën tone me kuptimin I fjales tënde dhe në mundeso të jetojme sipas mesimeve të saj. Nëse ki video ju kanë ndihmuar, mos harroni ta ndani me te afermit tuaj. Lini një koment me mendimet tuaja për suren Al-Fatiha. Per me shume për mbashqe shpirtërore. Shikoni video tona te që rakoetani shfaken në ekran. Pakja dhe bekimet e Allahut kofti mbi ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.